A është shajmë syshi apo magjia kur grumbullohen shumë mendime të pavullnetshme? Nuk e di. Nuk kam argument, as nuk ka argumentet prem. Nuk ka argument. Prem për këtë që përmend ti, me prun këtë gjykim, këtë diagnoz. Por e kam zgjedhur pyetjen tonë për me thonë ty edhe gjithë atyre që çdo sen e lidhen me magjia dhe me mësysh, kujdes. Ndoshta njëri është i ngarkum siç e kish. Edhe çka bën? Thot kam magji, kam mësysh. Me kalimin e kohës thot po më dhem zamra, po më dhem, edhe për një me fillon me i dhim. Pra, kesh kujdes, edhe nëse i kem mendimet të tilla pavullnetshme, nuk nënkupton absolut se ti ki mësysh ose magji. Kryja ibadetet, bën e dhikrin, mos e merr shumë nga zamrës, qetësoje, mundohu me qetësu vetveten dal nga dal, pastaj dorë të Allahut azza wa jalla i sanat. Absolut, jo me këtë bindje, pra, jemi kundër atyre bindjeve që në bazë të disa dyshimeve e lidh meselën me magji edhe e shkatron e veten kot. Kujdes, mendimet e mira janë obligim për secilin besimtar.